dua të falenderoj Krisin Syrja, Dejan, Apostoli, gjithë grupin e Korçës. Kemi bajtur kujdor në Korçë, kemi trokitur dyert e Korçës. Qytetarët na presin mirë. Mund të them pa frikë 1 në 3 qytetarë korçanë në fshatrat e Korçës, ne na njihte për mirë. Kishte simpati për përfaqësuesin tonë. Dhe respekt. Ju kërkoj ktheheni atë respekt në votë. Mos keni frikë. Mos harroni kush na zboi nga Shqipëria, kush ju zboi fëmijët tuaj. Do t'ju tregoj një histori. Isha me Trezonja dhe ju tregoj sa herë unë i prezantoj lëvizjen bashkë dhe përfaqësuesin tonë Alin Qori. Që të treja zonja kishin simpati për përfaqësuesin tonë edhe lëvizjen bashkë, sepse ne në Korçë kemi qenë për kartën sociale, sepse në Korçë ne kemi qenë për minimumin jetik. Në atë moment vini një zonjë tjetër, shumë agresive, dhe i troqi, tha, jo, mos fol. Thash, çfarë patë to zonjë? Çfarë ka keq këtu? Mos i prek ato. I thash, s'po bëj gjë të keqe, thjesht po prezantoj një program. Jo tha, ato janë në votat e jona, ne jemi sekt. Më falë, po ke voton ti? E Tiranë, tha. Më falë të i thash, po largohem sepse jemi agresive. Fëmijët, i kini këtu? Jo, tha, i kam në Selanik. E po ju nuk do një vlati tuaj atere. Ne nuk e kafshojmë në gjuhë kur përballemi me patronazhistët. Dhe nuk do ta kafshojmë kur, sepse ne kemi guxim. Se aktivistët e lëvizjes bashkë po mendojnë çdo bëjnë javën tjetër. Kë fshatë, kë kauzë do ngrejmë prapë, se ne nuk kërkojmë dhe nuk lypim vota. Ne kërkojmë që kauzat tuaja t'i ngrejmë në parlament dhe të godasim dorën në parlament. Ti me përballë jush dhe ju t'i shikoni ata që po ju mashtrojnë në komunitet. Votoni!